Dy shtetas kroat përfundojnë në spital pas motit të keq në det, skafi i tyre ankorohet në portin e Vlorës. Dy shtetas kroat kanë përfunduar në spitalin rajonal të Vlorës pasi pësuan dëmtim fizike gjatë lundrimit me një mjet tip skaf në ujrat e detit jon. Ngjarja ka ndodhur pas ditën e të martës rreth orës 17:30 kur në portin e Vlorës ka mbritur një mjet lundrues me flamur britanik, i cili ishte nisur nga porti i Korfuzit dhe kishte si destinacion përfundimtar portin e Dubrovnikut në Kroaci. Sipas informacioneve paraprake, në bord ndodheshin 2 persona me komsi kroate. Gjatë lundrimit mjeti ishte përballur me kushte të pafavorshme atmosferike dhe det të trazuar, çka ka sjellë lëndimin e 2 personave që ndodheshin në bordin e skafit. Ky është skafi i cili ka mbërritur në portin e Vlorës rreth orës 17:30 të ditës së martë. Ndërkohë që në bord ndodheshin 2 persona, i nisur skafi nga Kroacia drejt Dubrovnikut. Skafi ka pësuar dëmtime sipas kushteve atmosferike dhe përpasoj 2 persona të cilët ndodheshin në bord kanë pësuar lëndime, ndërkohë që janë transportuar me autoambulancë drejt spitalit rajonal të Vlorës. Për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore, ekuipazhi ka vendosur të ndërpesë udhëtimin dhe të rikthehet në portin më të afërt, duke ankoruar në portin e Vlorës. Menjëherë pas mbritjes përmes agjencisë detare përfaqësuese është kërkuar ndihmë mjekësore. Dy shtetasit kroat janë transportuar me ambulancë drejt spitalit rajonal të Vlorës, ku edhe po marrin trajtimin e nevojshëm. Burime paraprake bëjnë me dije se gjendja e tyre është stabilizuar dhe jashtë rrezikut për jetën. Autoritetet portuale dhe shërbimet përkatëse kanë kryer të gjitha procedurat e nevojshme për asistimin e mjetit dhe të personave të lënduar. Ngjarja vjen në një kohë kur kushtet atmosferike në detin e Adriatik dhe Jon kanë qenë të paqëndrueshme, duke detyruar autoritetet të apelojnë për kujdes të shtuar nga ana e mjeteve lundruese.